Të gjitha subjektet që ushtrojnë veprimtari ekonomike në komunën e Gjakovës janë të obliguara t'i përmbohen orarit të punës në përputhje me rregulloret në fuqi. Autoritetet komunale rikujtojnë se çdo biznes që synon të ushtrojë aktivitetet edhe jashtë orarit të lejuar duhet paraprakisht të pajiset me pëlqimin përkatës në përputhje me nenin 29 të rregullores për orarin e punës. Sipas drejtorisë për inspektime, zbatimi i këtyre dispozitave synon të sigurojë rend dhe barazi në ushtrimin e veprimtarive ekonomike dhe respektim të legjislacionit komunal. Komuna e Gjakovës e ka lëshuar një vendim edhe për shkak të rritjes së fluksit të qytetarëve, edhe për shkak të rritjes së orarit të bizneseve në komunën e Gjakovës, domethënë jashtë orarit të rregullt punës, mbas rregullores për orarin e veprimtarive ekonomike të komunës së Gjakovës, komuna ka lëshuar një njoftim ku i njofton të gjitha subjektet që janë pjesë e kësaj rregullore për orarin e punës, duhet të respektojnë orarin e punës zyrtar. Në rast se dëshirojnë me punu jashtë orarit punës, në bazë të kësaj rregullore mundën me apliku për zgjatje të orarit tek drejtoria për zhvillim ekonomik. Masat janë me gjobë normalisht, por edhe mbyllje të lokalit jashtë orarit të rregullt punës. Autoritetet komunale u kanë bërë thirrje të gjitha bizneseve që të respektojnë rregulloret në fuqi që kanë të bëjnë me respektimin e orarit të punës.